Ti mund ta parashikosh me saktësi shumë të madhe rezultatin e zgjedhjeve nëse shikon paratë e shpenzuara nga partitë dhe kandidatët. Pra përqindja e parave kthehet në përqindje të votave dhe të përfaqësimit. Kështu që anomalia në këto zgjedhje në fakt ka qenë lëvizja bashkë, pra që ne pa para ja dolëm ktheheshim në parti parlamentare. Partitë e tjera, të gjitha këto, të reja apo të vjetra, kanë shpenzuar shumë marramense. Ti shikon, nëse një parti ka luksin të ketë një autobus të veshur ose furgona të veshur me siglin e partisë vet, do thotë ka shumë para. Nëse një parti ka mundësinë që të organizojë takime në përvendet e Evropës, prap ka shumë para. Nëse një parti ka një dalje mediatike, një jehon mediatike shumë të madhe, përsëri ka shumë para sepse tregojnë që një pjesë e kohës televizive, sidomos fushat elektorale, blihet. E para kjo, paraja. E dyta ka të bëjë me media, siç thamë, përfaqësimin media. Sa pranishëm kemi qenë dhe ne na e thon raportet e AMAS që Lëvizja Bashkë ka qenë partia parlamentare me shumë më pak kohë televizive gjatë asaj fushate krahasuar me partitë e tjera. Ka pas televizione si Vision Plus, si News 24, si Syri TV mos gaboj, ku Lëvizja Bashkë gjatë fushatës elektorale nuk ka pasur asnjë sekond kohë televizive. Të vëklani pa diskutim, asnjë sekond kohë televizive.